Brenda shtëpisë së Big Brother Kosova, tensioni kishte arritur nivele të papara. Alba, e nervozuar dhe e vendosur, vendosi të fliste hapur për sjelljen e fjollës, duke ju drejtuar drejt për drejt produksionit, nxirrni jashtë fjollën. Kjo nuk është për lojë, tha ajo me një ton të prerë, duke bërë që të gjithë të ndjenin seriozitetin e situatës. Nuk ishte thjesht një ankesa e zakonshme, ishte një paralajmërim i hapur se situata kishte dalë jashtë kontrollit dhe se sjellja e fjollës nuk ishte e pranueshme për askën brenda shtëpisë. Alba nuk e fshehu asnjë ndjesë të saj. Kjo nuk ka çka jep, vetëm ofendon gjithë kohën, shtoi ajo, duke përshkruar mënyrën se si fjolla vepronte. Si ndërhynte në marrëdhëniet dhe si përdorte fjalët e saj për të krijuar tension dhe konfuzion. Çdo moment me fjollën, sipas Albanës, ishte një provokim, një test i qëndrueshmërisë së banorëve dhe një mënyrë për të krijuar kaos brenda lojës. Fjalët e Albanës nuk ishin thjesht kritika, ato ishin një pasqyrë e asaj që ndodhte pas kamerave. Ajo tregoi se si fjolla përdorte gjuhën e ashpër dhe fjalët e rënda për të shprehur superioritet ose për të provokuar, dhe se kjo ndikonte mbi ndjenjat dhe sigurinë emocionale të gjithë banorëve. Për Albanën, kjo nuk ishte thjesht lojë apo strategji, ishte një sulm i vazhdueshëm që nuk mund të injorohej. Produksioni, i vendosur të mbante situatën nën kontroll, u detyrua të dëgjonte argumentet e Albanës. Ajo tregoi qartë se çdo fjalë, çdo ndërhyrje dhe çdo veprim i fjollës kishte pasoja të drejtpërdrejta mbi dinamikën brenda shtëpisë. I ka fjalët e rënda në shtëpi, shtoi ajo, duke treguar se nuk ishte thjesht një moment irritimi, por një problem që po përsëritej dhe po ndikonte në të gjithë ambientin. Banorët e tjerë ndiqnin situatën me vëmendje, duke ndjerë tensionin dhe seriozitetin e momentit. Disa ndjenin shqetësim për mënyrën se si situata po përshkallëzohej, disa ndiheshin të pafuqishëm për të ndërhyrë, ndërsa të tjerë ishin kurioz për reagimin e prë.